Bashkia e Durrësit ka njoftuar banorët e pallateve që të nisin procedurat për krijimin e asambleve dhe kryesive të godinave për administrimin e tyre. Pas daljes së ligjit për administratorët e pallateve, kjo është një fazë e re që do të nisë zbatimin konkretisht nga ana e banorëve për të zgjedhur personat që do të merren me administrimin dhe kujdesin e hapësirave të përbashkëta. Danila Murataj, përgjegjëse në sektorin e bashkëpronësisë pranë Bashkisë Durrës, shpreh se aktualisht janë afishuar të gjitha njoftimet, por për momentin interesi është i ulët. Pikë së pari të ndërgjegjësohen që ky ligj është në interes të tyre, nxit pjesëmarrjen e banorëve në vendimmarrje. Gjithashtu, ata mund të drejtohen pranë njësive ku të informohen mbi të gjitha dispozitat ligjore, mbi të gjitha drejtat dhe detyrimet që ata kanë në zbatim të këtij ligji dhe të fillojnë të krijojnë asamblet dhe kryesit, sepse vetëm kështu mund t'i hapet rrugë të gjitha procedurave që ligji përcakton më pas. Shumë nga pallatet e ndërtuara gjatë viteve të fundit kanë administrator që merret me mirëmbajtjen e godinës dhe probleme të tjera që kanë nevojë për mbikëqyrje. Por problemi që haset më së shumti është se një pjesë e banorëve nuk janë bashkëpunues, duke mos paguar kështu tarifën mujore të administrimit, që shpesh vendoset nga vetë ata. Për këtë pjesë, Murataj thotë se ligji përcakton penalizimin me gjobë, që varion nga 5 deri në 10.000 lekë të reja. Ligji përcakton që mos pagesat e detyrimeve mujore të tarifës së administrimit, pengesa e administratorit për të ushtruar funksionet e tij, dëmtimi i pronës së përbashkët, të gjitha këto mund të penalizohen me gjoba administrative që shkojnë në masë nga 5.000 deri në 10.000 lekë të reja. Ligji për administrimin e godinave të përbashkëta synon që të rregullojë marrëdhënien e bashkëtesës. Personat që do të merren me administrimin mund të jenë agjenci të licencuara ose persona fizik të regjistruar me NIPT.